Ana Visi. Kënga To treno është nga këngët më të famshme të Ana Visi që flet për një nga ndarjet më të dhimbshme të njerëzve. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Μια ζωή σε μια αποσκευή, τα νεκρά. Jam shumë e lumtur që më ra ky short, sepse Ana Visi është këngëtarja ime preferuar. Ka një zë brillant dhe një interpretim shumë të bukur në skenë dhe kam pasur fatin e madh që ta shoh live. Και ήθελα τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω. Dhe shkruajta të dua në xham dhe sapo pash që u përlote, lotët e mia rodhën në rëke. Pse zemra ime u vonove? Γιατί η καρδιά μου άργησε. Mirë mbrëma, si jeni? Sapo kam ardhur nga Greqia, po studioj Ana Visin dhe atje më kanë karakterizuar si Ana Visi e dytë. Prandaj edhe unë kam qenë shumë komode në këtë interpretim dhe shpresoj që të juve t'ju pëlqej shumë. Për ju, Ana Visi. Τρέχουνε οι πολισκοί σταθμοί, μα εσύ Καλησπέρα, παιδιά! Πάμε να τα σπάσουμε όλοι μαζί! Βρέθηκα μετά τον χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Μια ζωή σε μια αποσκευή, τα νεκρά όνειρά μου. Ψάχνω κι μες στο συνοστισμό μια φωνή τόσο γνώριμη. Μια φωνή που γίνεται κραυγή καθώς λέει το όνομά μου. Και το τρένο ξεκίνησε κι εσύ πάλι μακριά μου. Ήθελα τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζαμί και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί η καρδιά μου άργησες. Ήθελα τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζαμί και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί η καρδιά μου άργησες. Faleminderit! Ana Visi! Çani
u shkri fare Ana Visi. Oh my God! Është një nga këngëtarit e preferuar të Arjan Çanit, Ana Visi. Se mos aplazon një syku. Masu, po e mbyllë dhe të hapë. E kishe parashikuar këtë sukses të Angelës me një këngë greke. Po se ka dritë këtu, ka dritë bukur. Shisa bukur duket njeriu këtu. Këtu është vendi dritës. Gati, na vini pak muzikën në sfond prap, muzikën e Ana Visit, ju lutem se nuk ka kuptim kjo shampanja qafet. Muzikën prapë në sfond, Roger, muzikën I lutem në sfond, muzikën. Ore, po kemi festa, s'kemi festa. Angela, meriton, Angela, meriton. Janë të paparashikueshëm. Alketa, ti mu kamis, Alketa. Vetëm kalla nuk di gjë tjetër. Ana Visi s'ka qenë kur ka që lagur në jetën e saj. Po dëgjoj Angela, po sa I bukur ishte ky përkthimi I këngës si më bëre me Angela. E pyeta I tha çfarë do thotë kjo kënga dhe më shkruaj ti. Flet për ndarje Alketa. Kjo iku me tren dhe I dashur I shkoi shumë vonë në stacion. Ndërkohë që ikte qante dhe ai e thëriste në emër dhe shkruaj ti të dua në xham. Ky është përkthimi I Angela Beristerit për këngën. Ej, Çani, bukur atmosfera. Unë me Ana Visin ka pas një histori para 7 vjetësh. Çfarë historie? Ka pas një histori në kuptimin ka pas një intervistë. E kam pasur në live në intervistë studio dhe më emocionoi shumë Angela që na I solli Ana Visin. Ajo është këngëtare vërtet profesioniste Ana Visi. Është një gjë e paparë. Ja I bidu dhe konkurrentët e Angelës më duke se u kënaqën shumë sepse po I shifja që po kërcenin po bënin. Kështu që në qoftë më lejoni, sot ndryshën nga herët e tjera, mund ta deklaroj pikën time 12 për Angelën që tani. 12 pikë për Angelën. Leona, më thuaj si të duk. Angela, ti kanis, Angela? Kala më rëmu. Më rëmu e si kukla mu. Shiko, kështu me vërtet si e lagur, je mirë? Dje më mirë e lagur se e thatë, Vlona. Jo, no, je perfekte, ke shkëlqyer në këtë spektakël. Ja, po një sekund. Unë nuk do hiqa. Se do ta lagje ti Angelën si kështë shkuar ndonjëherë në mendje. Shiko, po gjërat spontane janë më të bukura se sa gjërat. Ju të dyja personazh për Kojota Agli të dyja. E mbani mend atë filmin e ulkonjave të shëmtuara mbi banak. E mbani mend apo jo? Agli Kajot. Po. Po çani? Po këtu më James Brown po fletë atë. O shpirti. Deklarove kaq shpejt pikë do. Vajte I more lej vera grapos apo jo? Jo, po ja deklarova se. Ja deklarove si shpejt më duket. Ja, po nuk mundesh as sot Endri, kërkoj tjetër. Jo, ai meriton as. Po ti lidhje vera me këtë punë, lidhje ka vera me këtë punë. Ajo ka qenë perfekte sot Endri. Pse? Ke tjetër mendim ti? Që javës që shkoi kur I ra 12 pikëshi, kështu që është në rregull. Angela ka shkëlqyer sonte. Angela, eci. Nuk kemi sa të themi, edhe Çani e theu një tabu në emisionin Your Face Sound Familiar, tregoj që kishte pikë të dobët Ana Visin. Jemi kështu them tabu në juria. Ti do kërceje në buzuk me një këngëtare si Angela? Ty në buzuk nuk t'imagjinoj do. Angela apo si Ana Visi? Para kërcej, po Angela e përgëzoi shumë dhe vjen mirë që po kristalizon atë figurën e vet me shumë stile, domethënë dua të them diçka që edhe nëse duket e thjeshtë sepse ajo e zotron mirë këndimin në gjuhën greke dhe është profesioniste, prapë ishte brenda personazhit, po e shifja me vëmendje në formën si interpreton Ana Visin, ato thekset, karakterin e vet, prandaj vlerësoj për këtë, nuk është diçka e thjeshtë.